Hoxhin nderuam, nuk e di vallahi që ka diçka që më së shumti e ushqen shpirtin për të bërë ballë të gjitha sfidat të jetës dhe në këtë rast joshjeve, kafshim mëkate dhe gjunaheve, se sa leximi me meditimi i librit të Allahu xhallahu ala. A nuk i mjafton një djalosh i të ri që ta lexon ngjarjen e Jusufit alayhi salatu wassalam, që me përpikshmëri na i ka treguar Allahu dhe me detaje të çuditshme dhe të mrekullueshme na i ka treguar Allahu xhallahu ala në librin e tij. Ngjarje të cilën jo rastësisht e quajti Allahu ahsanul qasas, ngjarje më e bukur që ka kaluar në historinë njerëzore. Se si ky djalosh, edhe pse i ishte larg familjes së tij, ishte në gurbet, nuk e njihte askushi, i ofrua gruaja e mbretit me gjithë bukurinë dhe stolitë e saj, me joshjet e saj, megjithatë një djalosh i cili fillimisht ishte kalit në familjen e pejgamberit Jakub alayhi salatu wassalam, ai përballë gjithë kësaj fitne e tha ma'adha Allah, më ruajta Allahu. Pra unë çdo herë mbështetem në Allahun subhana. Innahu ahsana mathwaya. Me të vërtetë Zoti është shumë bamirës ndaj meje. Pra që njeriu vazhdimisht ta mbushën zemrën e tij me mirësitë e Allahut ndaj tij. Dhe është e turshme vallahi, ka shikti Zotit të madh, që në realitet më ka dhënë shëndeti, më ka dhënë shikimi, më ka dhënë dëgjimi, më ka dhënë familjen, besa më ka dhënë gruan, më ka dhënë familjen, dhe unë përsëri të shkel kufit e Allahu xhallahu ala. Andaj them, sa më shumë që njeriu ta mbushën zemrën e tij me njohjen dhe madhështinë e Allahut, aq më lehtë do ta ketë që të largohet këtyre joshjeve. A nuk tha dikush për të parëve ton? La tanzuru ila sighari al-ma'si, walakin unzuru ila 'azamati man ta'sun. Mos i shihni vogëlsinë e mëkatit, por shihe madhështinë e atij të cilit duke bërë mëkat. Pra momenti që robi e madhëron Allahun me madhërinë që i takon, shumë lehtë e ka që ti përballon të gjitha joshjet e jetës.